Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimin dhe ka dërguar për gjykim 5 shtetas të akuzuar për mashtrim kompjuterik dhe shkelje të drejtave të pronësisë industriale. Bëhet fjalë për Franci Çelën, Arzen Velikën, Erlin Çuçanin, Ardit Stambulliun dhe Andil Lilën, të cilët sipas organit akuzës shisin në mënyrë paligjshme paketa televizive të platformave Digital Trink, Sky dhe stacioneve Top Channel, TV Klan, Big Brother VIP 1, Big Brother VIP 2 e të tjera. 5 të pandehurit e arrestuar në dhjetor të vitit kaluar, ndërsa 3 persona të tjerë u shpallën në kërkim. Hetimet nisën pas kallëzimit të kompanisë Digital, e cila denoncoi tregtimin e paketave televizive pirate nga disa subjekte në Tiranë dhe qytete të tjera të vendit. Në bashkëpunim me seksionin kundër krimit ekonomik në Policinë e Tiranës, prokuroria dokumentoi se të akuzuarit shisnin pajisje dekoder dhe akses në kanale televizive pa pasur të drejta ligjore për transmetimin e tyre. Ata vepronin përmes rrjeteve sociale, ku reklamimi dhe shitja e paketave bëhej me çmime që varionin nga 35 deri në 100.000 lekë, me pagesa në dorë dhe dërgesa përmes postave private. Hetimet zbuluan se Franci Çela ofronte shërbim përmes WhatsAppit kundrejt 79 eurove për klient, ndërsa Arzen Velika përdorte postën private për shitje në vlerën e 35.000 lekëve përmes faqes Unique Shop. Erlin Xhuçani përmjet subjektit Elektronika Shop shiste pajisje me vlerë 40.000 lekë, ndërsa Ardit Stambulliu, pronari 4K Service, i tregtonte për 100 euro dy blerje përmes aplikacionit Ibo Player, ndërsa Andil Hila përmes Lila Shop vepronte po në rrjete sociale duke ofruar dekoder kur drejt pagesës 65.000 lekë të dërguara nëpërmjet kurrierëve privat. Prokuroria e Tiranës e cilëson këtë si një nga rastet më tipike të piraterisë digjitale që dëmton si kompanitë televizive ashtu edhe të ardhurat publike. Në vijim 5 pandehur do të përballen me drejtësinë për përfitimet paligjshme në dëm të drejtave të autorit.